Përshëndetje të dashur teleshikues kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e radhës të Origjina Show, këtu nga Stuttgarti, nga Gjermania, për të sjellë edhe një copës historie të bashkëdhetarëve tanë, të atyre veprimtarëve të cilët nuk e kanë rreshtur ndër vite veprimtarinë e tyre atëdhetare. Siç e kemi këtu në studio sot një personazh të spikatur. Është veprimtar i shquar i çështjes shqiptare këtu në Gjermani, Xhafer Leci. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta, ju faleminderit për ftesën. Gëzohem që po e shoh këtë studio kaq të bukur e të rregulluar, edhe pse njihemi, jemi pa disa herë në për aktivitete të ndryshme këtu në landin e Baden-Württembergut, këtë Republikë Gjermanisë. E sot është kënaqësia e ime e madhe që edhe po bashkëbisedojmë për. Kënaqësia është e imja, gjithashtu edhe të shikuesve që të ndjekin një rrëfim historie nga veprimtaria juaj, nga origjina juaj. Edhe ku jemi tek origjina, fillimisht do flasim për origjinën, për preardhjen tuaj, vendindjen tuaj. Vendindja është diçka që ka vlerën më të madhe. Mendoj jo vetëm tek neve shqiptarët, po edhe të popujt tjerë. Mërgata është mërgat. Nuk jemi vetëm ne që shqiptarët, por edhe popujt tjerë kanë emigruar. Kështu janë edhe kontinente ka si Amerika e Jugut, me Spanjollë, Portugale, Italiane, po. Italiane, gjithçka, po. I lindën në fshatin Gminc të Kamenicës në vitin 1948 apo 48, e themi shqip. Pse kisha përshtypjen që je nga Gjilani? Po jetojmë në Gjilan nga vitin 1969-70. Cili është më i dashur për ty, Gjilani apo Kamenica? I du të dyja, por Kamenica kur përmene disi e kom ma afër zemrës, edhe Gmicën. Ku ke kujtime më të mira të fëmijërisë apo të rinisë? Lidhen me Gjilanin apo me Kamenicën? Me Kamenicën. Me Kamenicën. Me Gjilanin dhe me Gjilanin natyrisht, por pak ma vonë. Çfarë kishte të bukur nga fëmijëria juaj në atë kohë? Imagjinoni në atë kohë nuk ishte as telefona, as internet. Këto kanë munguar, por ka pas kënaqësi tjera. Në radhë të parë, atëherë emigrimi nuk ka ekzistuar. Ka qenë, edhe nëse kanë shku disa me punu në Beograd apo dikun në për republika tjera, shumica, absolute, 95% kanë ba punë shtëpie, kanë lavëruar arat e veta, malet, livadhet, i kanë punu dhe prej asaj edhe kanë jetu. Por kënaqësia ka ekzistu, edhe në fush kur kanë shku me punu, po edhe në mbrëmje kanë qenë të gjithë bashkë. Si ruan kujtimin nga një mbrëmje janari, si që jemi sonte, për shembull në fëmijërinë tënde? Ma dërgo pak a shumë atë panoramën në ato kujtimet. Edhe pse ka qenë vend malor, kodrinor, edhe nuk është bë mirë beriqetje e tjera, por aty ku ka pas ujë, ata që kanë pas baktisi, kur po tham personalisht neve, që kemi pas 50 copa dele, 2-13 copa lope, tjera. Dhe më të në është pasuri, po. Mjafton ai plehu që e banin për me plehnu e bashkja, është bë ma mirë dhe se në Gjilan. Sepse kanë gjenë gjitha ato bio. Po, bio, kishte patate, domate, të gjitha i kishën, po patatet i runim edhe dimnit, laknat, por rreth ishtin e mëdheje, por mos me ngrihe e thellë. Fëmijëria jote karakterizohej sikur në traditat e odave të tjera ku burrat rinin në odën veç, fëmijët veç, gratë veç, apo ishin gjithë bashkë? Edhe kjo ka ekzistu, po jo shumë. Interesant që në Malësi, gratë gjithmonë kanë hyrë edhe në për oda, kanë shërbye, kanë përshëndet musafirte. Ka qenë një farë, nuk di, ndoshta nga e kaluara e ma hershme. Krahina juaj ka patur edhe këtë karakteristikë që gratë nuk kanë futur vetëm dorën me tepsi të oda e burrave. E vërtet. Por kanë qenë të përfshirë në gjithë jetën e brendshme familjare, apo jo? Po, që një rast, po ju thëmë konkretisht, që i pari kushëri babës tem, Zuk Leci, a i ka vujt 18 vjetë burg. Baba i ti, se dy kanë për hakmarje me Malazeze që kemi pas kolon, edhe ata krali ka pru për me nasundu neve, po shqiptarë që në pajtu natyrisht kush e ka pas guximi e ka kthy edhe pushkën, ka pas vrasje. Edhe ka qenë edhe pleqënar, po edhe pjesëmarrës në luftën e dytë botërore me babën tim e Axhën Saheti. Edhe ai i thot gruas vet, thot kur vjen dikush për me thirr, me ftu
për me pleqnu në nga tresa, po vrasja, plagosja, diqka, thot, mos e më shif kokën mrenda, në kapiqik, në navli, falë shpreje edhe prapanicën me tregu jashtë, po del, të dera, si bornore dhe thuj, mirë se keni ardhë, është të zuka, po nuk është. Ka pas asnjë malësor që gravi ju kanë dhënë liri, me folë, po edhe gratë të një janë të ngu si burra, kanë ditë me prit edhe me përcjell. Ti ka thonë, nuk është, hajde hyni, pse s'është burri këtu, hajde hyni, e qes një kafe, jeni miq, jeni shok me burrin tem, edhe kanë pranu mrena, kanë bërë një kafe, i kanë përcjell dhe i kanë thonë, kur t'jen burri prapaj. Nga Malësia erdhët pastaj në qytetin e Gjilanit. Çfarë moshe ke qenë? Çfarë ka qenë shkolla fillore, ka qenë shkolla e mesme? Po, unë në radhë parë, kur kam shku ushtar në Beograd, vitin 1966, ishte viti. Ke shkuar nga fshati, po. Okay. Atëherë ishte trazira më e madhe, sepse u shkarkue Aleksandar Anković, që dihet ministrin brendshëm, kriminal, vrasës edhe që edhe na ka shpërngull për Turqie, poshtë në që thamë, por ka qenë një disiplinë jashtëzakonisht fort, kur unë isha në Beograd, qendër kemi pas, bashkë aty ka qenë edhe komanda e shtabit të armatës Jugoslave. Sa ka qenë ushtëria shërbimi ushtarak? 18 muaj atëherë. 18 muaj. 18 muaj. Kishit, domethënë, nga të gjitha kombet e kombësitë e ish Jugosllavisë në atë kohë, mendoj, në atë formacionin ushtarak ku ke bë pjesë. Po. Kishte edhe shqiptar apo jo? Shumë. Sepse ne, dhe pse si shumë populli më i madh, rinia ishte te na shumë më e madhe, nataliteti ishte bashkë në atë vrullin më të madh atëherë, kështu që shkuarja ushtar në Beograd, në një kryeqytet ish Jugosllavisë në atë kohë, një dalje nga jo orbita izoluar të një fshati, të një province, domethënë në një kryeqytet. Çfarë pat ju? Çfarë ndryshimesh pat? Ndryshime absolutisht shumë të mëdha si nata me ditën. Atëherë në Gjilan, Kamenis ka pas 2 herë apo 3 herë mrena ditën një lokal që ka bartë udhëtarët poshtë në aqë, se s'ka pas as stacion autobusi, as treni, as kur gjo. Edhe kur jam shku në Beograd, kam pa diçka që s'ka mujt me marrë me mend. Ka pas ndërtesa edhe atëherë me ascensore sen me hyp nalt me blejnë. Po, kush ka pas para sen, ku atë zhvillim ashtë madhë kur e kom pa, ju mahnit edhe aty kom fillu me mendu ku jetojmë na, si jetojmë na. Pse është lënë Kosova ka që e prapambetur? Edhe kur jem dalë me shetit, kom pas edhe një rast një shqiptar nga Sanxhaku, kur s'ka mujt me gjetë ma, Jakub Zeković, Zeka. Dolim e te bashkë. Pse me këtë shqiptarëve me viçë në fund, apo ishte ajo periudha më duket ku... Jo, ata edhe krejtat edhe sot janë me veqë edhe ma, atëherë kanë ditë ka pak Shqip, tashti thuja se gati më 95% është asimiliu Sanxhaku. Të më thënë nga Sanxhaku. Ata pranojnë gjithë origjinën e tyre, se janë shqiptar me origjinë, por në një farforë me ndjej vetën si bosnjak. Kjo gjuhë sene është, fajtor është pak edhe Tirana, edhe Prishtina zyrtare, po edhe friga, nga shtypja e gjitha të kohët e fundit ka disa filiza, ka lëvizje, është një zonë, një bukur edhe shumë patriote nga Sanxhaku, e cila vazhdimisht ka krijuar atje edhe një organizatë të shqiptarëve Sanxhaku. Nuk e di sa jenë në ngjarje. Shumë bukur, shumë aktive, e përgëzojmë për punën e saj. Ajo ka Amina Nuraj, ajo ka një shoqni të madhe, ka mbi 20-30.000 fansa, nuk e di, ndoshta edhe 40.000. Ajo ka bërë mirë shumë, e ka internacionalizuar çështjen e Sanxhakut të shqiptarëve. Në rrjetet sociale kemi arritur të shikojmë atmosferën e dasmeve dhe gëzimeve familjare në Sanxhak me këngëtar nga estrada e Kosovës. Mendoj se janë njërin nga ata që mjaft mirë njoh gjendjen e Sanxhakut, është Ismet Azizi, ai ka themeluar shoqatën. Mendoni që do të avancojnë? Sigurisht diçka lëviz në drejtimin pozitiv, po thamë. Edhe i ka shtyt, ashti me mendu shumë, kanë ba dhe lidhje miqësi me Kosovën, me Malinezi, me Shqipërinë, me kanë shku, kanë asë, studenta, sene.
është ka hec. Pra janë mundësi të ndryshme. Mundësi të ndryshme. Do të ndalojmë edhe për pak qaste tek Beogradi. Ushtar, krisi diçka në pjesën tënde të brendshme, në vetëdijen tënde, në ndërgjegjen tënde, pe ndryshime cilësore në mënyrën e të jetuarit atyre banorëve, që kishte dallime shumë të mëdha nga vendi origjinës nga Kovie. Shikoje bashkëdhetarët tuaj që ishin ndoshta në numër të shumt, por që bënin punë edhe tepër të rëndomta në atë kohë, si prerja e druve, sharragji, apo me qymyre, etj. Dhe çfarë të krijoi ty vetë si i ri, si ushtar, në idealin tënd? Sa bukur. Vërtet, kjo është një diçka që edhe sot e kam në mendje në shpirt. Edhe sot më rrin përpara sikur po i shoh këtu. Plisat e bardh, por të nxim nga një jesa, verës. Do sharragji, do pastronin rrugët, të tjeret shtinin qymyr mrenda, ishte dhimbje madhe kur i shifshe ashtu, e kur i shifshe aty Beograd të veshur me kravata, me krejt, të e shpirti. Jo vetëm të dhimbte shpirti, po bëre një betim vete se ti Bëra një betim vete se shqiptarët duhet punojnë diçka dhe duhet të provojmë edhe ndarjen nëse është e mundur, bashkimin me shtetin Amçi Kursk, e kam ditë se nuk është lehtë, edhe sot hala nuk është lehtë, por njeri atë dëshire ka në shpirtin e mendje. Tjetër është që s'u realizohet, po tjetër është që e ndjen. U ktheve në Kosovë, pastaj u ktheve, vazhdove shkollën atje, pas ushtrisë apo çfarë? Po, vazhdova shkollën e Kolonial Gjysë, u ktheva në shkollën ekonomike në Gjilan edhe... Çfarë ndodhi atje? Kishit një incident me një dy ushtar, unë do qëtë penalisht, apo jo? Po, unë kam qenë një pjesëmarrës i thjesht në demonstratat e vitit 68 edhe me shumë shokë. Okej. Drejtori i shkollës e mbylli derën atëherë. Edhe ka qenë një shaqe Rostemi, i madh, i zhvilluar me trup kështu, e ka dhe Sabit Rostemi, një poet i mrekullueshëm, kushëri, ai i fuqishëm, edhe thej derën edhe pastaj dulim në rrugë. Veç tjerët kishin pas dalë shkolla normale edhe gjimnazi, po bashkuam edhe neve. Erdhën policia prej Serbie me ma shumë me ujë në gjunin, kështu, me në largu me sen, edhe dy ushtarë kishin pas pishin, kishin qenë të dehur, po par matosur, pa kur gjo. Si janë hyjë aty, asë nëse dim, por... Taksirati ju, ja. Taksirati ju. Une me një shok timi, Zahir Hyseni, nga fshati Zhuj, edhe baba i tina ka qenë një bashkë luftetar, vullnetar i babes tim, në radhët e komandantëve Mullej Idris Gjiljani dhe Shefqet kapetani apo majori, Bylyk Bashi, nga Drenica. Ata, atëherë, edhe babalartë i kemi pas shok. Hyseni Ibrahim Zhuja ka pas një shtap në shtëpinë Agjes të vetë, i ka pas një 15-20 veta, po dhe ka qenë komandant Zavens, komandant i një syllë Zarbicës, Sylja ka qenë komandant kështu i në radhët e ushtrisë, dhe vullnetarëve të Mullej Idris Gjiljanit. Edhe neve mas ju nishëm dhe ishëm edhe shok edhe njifshëm i mirë, edhe ata ushtarët na tu ikë prej hallit tonë, na kanë më shumë e rrypa. Kanë zgjerë rrypat prej... Kanë mendu që e një frikacak, se kanë di që ju do t'i ktheheni, po. Edhe na shanë nanës shqiptarë. Aty... Edhe atëre ne u këthym i grushtum, për s'pat nevoj as me luftum, edhe sa të shikon aq dehër sa ranë tokë me një herë. Mas 2 javë dite, erdhe drejtori i shkollës Sabit Jakupi Shkodra, ata njihën se kanë që 5 vllazër krejt shkollum me fakultete, sene, burrat mirë, familje mirë, ishëm në orë të daktilografisë. Mehmet Kurteshi, një profesor
adëtar i madh, familje e madhe dhe babën e ka pasëm dikur të eshin qashtu në kohën e luftës parë botnore sa në vitin 1912 e tjera. Edhe djali tina është Sami Kurteshi tashti në vetë dosë edhe i burri mirë, si baba edhe gjyshi ashtu. Edhe a janë zarë i ashtë profesorin kur hini mrena, a e pas që pak me një qehre jotë mirë, më tha, lecë, tha, po të thirin dajt. Ti mendove që kanë arë për një mend dajt? Ka mendu se banojshat e dajt, une. Po kur Po ashtë që i gjetë dajt që erdhen këtë kohë? Po, kur ashtë poshtë, i pash dy policë, i njefshe, disha që njën i shqiptar, tjetëri ishte serb, por emnat nuk javdi as njenit. Po u krijuan rrethana që ti duhet ta lije Kosovën, pastaj dhe të dilje faktikisht në perëndim. Do flasim për këtë pjesë. Po, do flasim për këtë pjesë. Do kalojmë tani në këtë moment në një hapësirë publicitare dhe më pas do rikthehemi në pjesën tjetër të bisedës sonë. Ti ndjekim. Përjetoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo mërgjimtar kudo në përbot. Formati më i ri televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht fëmijëve të mërgjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizionit TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier Gjigan. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit e Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Rikthehemi në studio të dashur teleshikues, tashmë në pjesën e dytë me veprimtarin ton këtu në Gjermani, Xhafer Lecin. Ngelëm tek pjesa që ju vendosët të jetonit larg Kosovës, për arsye që ndoshta është edhe emëruesi i përbashkët në atë kohë i shumë bashkëdhetarëve që u detyruan ta lënë vendin e tyre. Nuk kanë qenë vetëm rrethanat ekonomike, por kanë qenë edhe rrethanat persekutuese. Ju u ballafaquat me një vit dënim për burg, apo jo?
Dhe kështu që mundësia e parë që ju dha, ju u thuat drejt Tirolit të Austrisë, ku I kishit edhe disa antarë të farefisit apo familjes suaj. Na trego pakës këtë pjesë të historisë deri të ardhja në Gjermani. Pasi u largun ata, edhe unë mendova se përfundoj ajo, kur tha Selim Brosha, merrnja deklaratën dhe lironet të shkon. Mirë, po në fakt, mu me erdhi dënimi me 1 vjet burg. Ahmet Imami ka qenë një prokuror, aje kishte para pa ata, edhe në bazë të deklaratave që I kom dhënë, edhe unë bëna një ankes, kom pas një djallë të agjes në Beograd ka punuar Riza Leci, ka vdek tash. E morën parasysh këtë ankes? Po e morën parasysh edhe nuk e vuajtët dënimin. Nuk e vuajta dënimin, ma dhanë me kusht. Po. Edhe nuk kisha unë aq I rrezikum për me lëshu venin. Po pak friga ekzistante. Një frikë sepse të dha një sinjal nga gjykata aty nga dikush. Po. Unë pyeti mu njëri një gjykatë se tha, a ke dikon jashtë? Okej. Thash, jo, thash, po pse po pyeti? Tha, pak ta si mjegëll, pak shko se 2-3 muaj edhe ta rregullohet puna, tani kthehesh prapë. Edhe një me ashtu ndodhi. Unë dola, në Austri kisha djelt tagjes në anëstime, dajte mi 3. Ahmeti, Ramadani kam tek edhe Ajeti është ma I vogli, është ende gjallë. Ishte hera e pare jotja një udhimi jashtë Jugosllavisë? Hera e parë. Edhe atje u punësova, kom punu në disa fabrika nga pak kështu, fabrika e skijave, një fabrik e metalit ka qenë kështu. Qëndruat gjithsej më duket 3 vite në Austri. 3 vite, deri vitin 73. Pse latë Austrinë dhe erdhët në Gjermani? Me thënë të drejtën, çfarë të tërhoqi në Gjermani? Unë aty njoha Vepi Ibrahimin, një veprimtar I hershëm, dhe tani është herose kanë shpall, por është dëshmor. Me atributet. Me atributet edhe meriton me qenë edhe hero, por është dëshmor. Edhe nga ai fillova pak tu bisedu me tonë, mësova edhe ma shumë ma dha një bindje që ne duhet edhe ma shumë punojnë për vendin tonë, për popullin tonë. Edhe aje me pyeti tha, a dhe që gjermanishtën, jo, tha, po që po të vynë gazeta që e ke marrë, thash, po mësoj ka pak se e kisha një fjallor, s'kishte shqip atër fjallor, po kratisht. Edhe ndo një fjall e nxersha për me kuptu diçka nga pak. A do ta me lezu shqip? Thash, po që me lezu, thash, tu s'ka. Thash kom një që Martin Sama është në München, edhe ka të djatës në Bruxelles atje që I kanë, thash diçka në I reviste sene Shqip, kështu, por këtu thash nuk ka. Mas një javë dite, merë zëri I Kosovës, I zëri Shqipërisë. Edhe këtu ishte hapi parë I kësaj valles, që u fute në valle. Jam befasu, kur e kom pa në postë, sa I sum ka të regu mu. Ka herë si... pas lidhje hiqas, ka herë ty e kam pesho me emën, me bjemën, me rrugë, me krejt. Gjafer Leci edhe fillova me lezu, po vetëm 3 numra. Okej. Edhe eto një koha edhe medalji ashtë në... A I ka dalë në Belgjik, ma vonë kom marrë vesh që ka dalë në Belgjik. Ate ka përndjek pushteti Serb atere, sepse është hap një klub Jugoslavi, themi atere. Pse aje ka bo propozimin, poja vejmë emnin Ismail Qemali, sepse këtu ku shumica janë shqiptar, edhe kjo ka qenë arsyeja që atisja ka marrë më pasaportën edhe... E kanë përndjek. Po, e kanë përndjek. Thua që kanë dash me bo një atentat në Dajtina, unë këtë nuk e di, po e kam dëgju. Okej, kalove në Gjermani, në cilin vit, si u gjende në Gjermani? Në një farfon në Austria dhe Gjermania gati njësojnë të zhvilluara, por në atë kohë në Gjermani ka qenë paga ma e mirë se në Austri. Dhe për këtë arsye kom dalë tash, më duket atje ma mirë është se këtu, por atëherë ka qenë ashtu. Si ishin rrethanat, kushtet, punët, si u pritën gjermanët, me çfarë syri ju shikonin atë kohë, kanë ndryshuar, besoj shumë, edhe ndoshta këndvështrimi I gjermanëve për vetë komunitetin shqiptar tashmë këtu.
Absolutisht atëherë ka qenë krejt ndryshe, në radhë parë kemi qenë një gjenerat jo fort të shkolluar, kam ardhur me një arsim të mesëm edhe ato e kam shkollën e mesme ekonomike, disa s'kam pas 4 vjet apo 3 vjet apo 5 vjet shkollë, nuk e kam pas lehtë. Dhe në atë kohë më tepër shqiptarët kanë qenë, do thoj, vetëm një fuqi punëtore, individuale, nuk kanë qenë familjarë, nuk i kanë patur familjet me Nuk i vete. kam patur familjet, unë jam njëri ndër të parët kur i martuan vitin 79 që kam sjellë edhe gruan time këtu, po ju kanë edhe 3-4 familje tjera, jo më shumë. E ke biseduar këtë me bashkëdhetarët e tjerë, për shembull, Shpeshherë kemi biseduar. pse nuk i merrin familjet në atë kohë? Ata kanë konsideruar se neve po të trupërohemi nëse i lëm prindërit vetën, edhe duhet t'i ndihmojmë atje, fëmijët le të mësojnë atje shkollë. Kjo ka qenë më shumë arsye. Parat i kanë kërcyer shumë. Pra shpirti i sakrificës ka qenë shumë i madh në atë kohë për atë gjenerat, sepse është vështirë të jetohet vetëm apo jo? Absolutisht vështirë. Por të kishin ardhur me familje nuk kishin arritur aq shumë me bë shtëpia e tjera sepse i kanë rujt parat, se kur vish me familje, s'puno gruaja, s'punojnë fëmijët, çfarë me bë me Europë? Ku jemi të shtëpiat, kam një pyetje interesante. Shumë bashkëdhetarë në Kanada, çdo i dyti kishte blerë shtëpi, po tashmë i njëjti fenomen është edhe në Gjermani. Edhe në Gjermani. Banesë, shtëpia, si i vlerësoni këtë, si një avantazh apo disavantazh të pozitës së mërgjimtarit? Është një avantazh që kanë blerë shtëpi apo disavantazh? Edhe njëra dhe tjetra. Sepse për mendimin tim. Nuk e shohin këtë vend më si të përkohshëm apo jo? Nuk e shohin si të përkohshëm, sepse gjenerata jeme ju kanë lidhë fëmija këtu shumicës, tash kanë edhe ne përembesa, janë përshtat venit, kulturës, gjuhës gjermane, dhe në një farforme me disa ka pas raste, dhe atëre që kanë thonë, qa ka me u këtyju në Kosovë, s'ke gjo, s'ka punë, s'ka kur gjo, hala pushtimi, ajo, kjo keq, por është edhe një mirë tjetër që ata që aqë të zotët që kanë bë këtu shtëpia dhe banesa, për fat mirë kanë bë edhe banesa në Kosovë. Krejt ndërtesat e mëdha janë shumica, kështu mendoj, po them për afërsisht. Pra nuk kanë heqë dorë nga Kosova dhe Shqipëria. 70% e tyre kanë blerë banesa. Që kur shkojnë verë spaku, fëmijët e tyre, nipërt e tyre, besat, e kanë një vend, një pikë ku kanë me shkuar. Spaku, që edhe kur vdes baba, gjyshi, do thonë, na kalon banesët, të shkemi, do të shkojmë atje. E mos me i pas ato, s'kan ku ma, vjetrit desin. Cilat vite, nderuar Xhafer, kanë qenë vitet më kulminante të atë dashurisë së një mërgjimtari për Kosovën dhe për vendlindje në përgjithësi? Ku ka qenë kulmi? Vitet e 70-ta dhe 80-ta, po edhe këto 90-ta deri te çlirimi i Kosovës, kanë qenë vitet që nuk përsëritën më ato gjenerata, përsëritën më. Merita e tyre është jashtëzakonisht e madhe. Në shumë fusha. Sepse Mërgata ka ndihmuar arsimin, ka ndihmuar varfrinë dhe luftën më në fund. Ne e dim të gjithë se pa bazën materiale nuk bëhet gjë. Ushtari don pushkën, don ushqimin, don veshmathjen, ato është dash dikush me i bë ato para me i dhënë. Jo vetëm në vlerat monetare dhe ekonomike, por ka patur angazhime të drejt për drejta, kemi edhe dëshmor nga Mërgata, të cilët në çlirimin e Kosovës dhe dhanë jetën e tyre, natyrisht. E kanë lënë luksuzin këtu, sikur heroi Saliqekaj, Agim Ramadani, shumë të tjerë, Gjemail Fetahaj, që ka qenë një kohë edhe arkatari fondacionit, po i thonë fondacion, se Fond Republika ka vetëm një, dhe i ka qenë fondacion partijak, i LPK-s. Por aje ka drejtu ato, por e ka lënë luksuzin dhe ka shkuar në Koshare, ka ranë në altarin e lirisë, si kur shumë të tjerë. Keni qenë pjesë e shumë aktiviteteve atletare, lëvizjeve të ndryshme, demonstratave që janë mbajtur për lirinë e Kosovës, duke dhënë kontribut të drejt për drejt në kuadër edhe të organizatave politike në atë kohë, qoftë të LDK-s apo edhe më përpara të Beslidhjes apo jo. Deri tek formimi shoqatës që ju e formuat, Kadrizeka, na fol pakës për momentumet më kulminante të këtyre aktiviteteve. Beslidhja gjithmonë ka pas orientim të djathtë dhe
gjithmonë kanë punuar, kanë vepruar për bashkimin e trojeve shqiptare, edhe pse e kanë ditë se nuk është e lehtë, por s'kanë heqë dorë nga ajo bindje, nga ajo ideologji. Ju personalisht keni hequr dorë nga kjo ideologji sot? Asnjëherë. E di që është shumë rëndë, shumë lehtë, nuk është lehtë me bë edhe sot, as atëherë, po dorë si e kur. Derisa të jam gjallë, këto besoj edhe shumë të tjerë, nuk jam këtu i vetëm këtë pikë. Emir Fazlia ka pas disa pseudonime, por atë të fundit që njihet si Emil Kastrioti, ai ka organizuar demonstratën e parë për nderët e lidhjes së Prizren, 100 vjetorit të lidhjes së Prizren. Ku mbajt kjo? Në Stuttgart në vitin 1978. Si ka qenë pjesëmarrja? Pjesëmarrja nuk ka qenë shumë e madhe, ka pas një pjesë edhe kroate aty, sepse Emili ka pas lidhje me kroatët edhe me gjermanet, ju partë, sepse kroatët janë mbi 50 që janë ura veprimtarë dhe janë kidnapu në të në botën kështu, edhe këtu në Gjermani. Ajo protest u komentuan në mas mediat gjermane, si komentuan gazetat shtypi Gjermani asaj kohe? Po shtypi Gjerman ka shkruar vazhdimisht, po e djatha shqiptare ka qenë shtypën, si që dini vetë nga 2 shtete komunistës, du ta krahasoj Shqipërinë kur me Jugoslavinë apo Serbosllavinë ta quaj, sepse serbet e kanë komandu ma shumë. Por u luftua edhe nga Shqipëria, e djathtë, t'jo dihet. Do më thëmë pak një jehon kjo organizim, kjo hapja e parë. Pastaj më vonë faktikisht ju nuk u ndalët, vazhduat. Nuk u ndalëm, Emir Fazlia zhvilloi edhe demonstratën e dytë 79-ën për nderët e pavarësisë Shqipërisë në 28 nëntorin. Kjo ku mbajt? Në Frankfurt, edhe në München, vitin 1980, bile aty sot janë të fotografi edhe parulla kur ai kërkon liri për Adem Demaqin dhe tiku mduket atëherë kanë përmend rreth 3000 të burgosur, të rrahur, të maltretuar krejt atë numër, i kanë shënu krejt ato. Çfarë impakti pat të margjimtarët në përfshirjen e tyre? Ishte më e madhe se ajo e Stuttgartit këto protesta? Këto kanë qenë më të mëdha. Ajo në München ka qenë jashtë bukur, jashtëzakonisht për atë kohë, po them, e madhe, por jo se këto të vitit 81 në perëndim kanë marrë pjesë, po them, për afërsisht se kur kush si ka numëruar ashtu, ndaj kush në pashën e kamerë në herë se 500 deri 5000 mas shumti, apo 400 deri 4000. Nuk ka pasur më shumë pjesëmarrës. Edhe në to, se shumë mendojnë që të gjithë kanë qenë marksist-leninistë, nuk është fare e vërtet. Drejtuesit po, edhe disa grupe kështu dihet, organizatorët. Por pjesëmarrja ka qenë thjesht parulla Kosova Republikë, dhe unë jam gjatësisht, po ku marr pjesë në... Po ka qenë lëvizja adhetare. Lëvizja adhetare është kërku Kosova Republikë, barazi, kombëtare, edhe kjo i ka bashku të gjithë, pavarësisht. Udhtojmë ndër vite, dhe do të ndalojmë pastaj tek aktiviteti juaj më i ngjeshur, do na tregoni pak a shumë sa ka qenë gatishmëria e bashkëdhetarëve për të kontribuar qoftë edhe financiarisht për këtë lëvizje, për formën humanitare, adhetare e kështu me radhë. Në vitet e 80-ta nuk ka pas shumë aktivitetet janë kanë të fokusuar në demonstrata, në protesta për internacionalizimin e çështjes tonë kombëtare. Aty këtu ka pas grupe që kanë grumbulluar pak mjete me ndihmë ndonjë familje që dikush ka vujt burgun e sene. Po në dekadën tjetër, nga vitet 90-ta për shembull, çfarë ndryshoi, çfarë u reformua, çfarë nevoja dolën? Vitet e 90-ta natyrisht ka pas protesta si vitit 95-98 që kanë marrë deri 50 deri 100.000 thonë disa, vetëm pjesëmarrës, po nuk e di numrin, por e di se ka qenë shumë masovike kanë qenë. Edhe kanë marrë shumë personalitete gjermane, jo se ata kanë mujt me pavarësuar Kosovën, por e kanë internacionalizuar. Edhe janë solidarizuar. Janë solidarizuar, po, absolutisht. Edhe kjo sigurisht që është një merit e madhe edhe e demokracisë. Pluralizmi atëherë u lirua populli pak më ndryshe, nuk frigonin më se për një pjesëmarrje në një demonstrata, protesta, do të vuhesh ku me ditë sabur. Kishin mujt me denu, normal, edhe i kanë denuar me të maltretuar sene, por nuk ka qenë sigur vitet e 80-ta. Vitet e 80-ta, 70-ta, ka qenë shumë e vështirë. Dhe në vitin 92 lindi shoqata Kadri Zeka. Na tregoni si u themelua
si e themeluat, sepse ju jeni themelues, çfarë impakti pat të komuniteti, domethënë shqiptar i këtij rajoni ku ju akoma asaj dite vazhdoni të jetoni në këtë rajon, dhe do na tregoni disa nga aktivitetet, qoftë humanitare, qoftë për ruajtjen e gjuhës shqipe, kulturore e kështu me radhë. Unë me që pak i kom njoft, nuk i kom pas bashkëveprimtar, si thonë disa se edhe një kafe me pi, thot bashkëveprimtar nuk është ashtu për mua, por unë në demonstrata e kom njoft Bardhin, kam molltu me to bashkë me shumë shok me Bardh Gërvallën. Bardh Gërvallën, me Selim Kocën, me Nuhi Sulejmanin, me Jakub Biçkaj, me Nazim Këqikun, me kushërinin tem Begun, me Ismet Kljajiqin, që edhe sot më rrinë shumë. Kanë qenë edhe disa kushërit e Bardhit. Edhe në demonstratën e vitit 81 në Zhenevë, unë kisha rilindjen e lexoja, edhe mullet Bardhi afër, dhe më thotë, çka po lexoni? Thash, ja shife, ishte në fotografi Fadil Hoxha, Ali Hadri, historiani, edhe Mahmud Bakalli. Çfarë mendimi tha ke për këta? Thash, por Ali Hadri s'kam që me mendu, sigurisht edhe si ju, thash një adhetar i madh, edhe ja këshin vu një dryt madh, që dera tu ka mbyll ma për ty, që s'ke funksione këto, asë në historia të punë tina. Tha, e për këta dy, thash, po mendoj që kanë edhe anën e ertë, po kanë edhe pozitive. Po, tha, për Mahmud Bakallin, tha, ka hala mendime me pa kush është, tha, për këta, tha, këtë s'ka kur farë meritash. Po, ashtu si vlerësoni ju, unë thash ashtu si unë mendoj, edhe më tha, a pe merë mikrofonin me folë? Thash, jo, tha pse? S'kom folë kur me mikrofon, tha, dush mu mësu. Thash, për bes, thash e kam zarë. A din, ku po shkojmë, qka për, thash, di qka me thonë. Tha, ku po shkojmë sot? Thash, po shkojmë me demonstru. Qka? Thash, me kërku drejtësi, pavarësi, thash edhe Kosova Republikë Parullën. Alta, që ato? I kom përshëndet edhe ju kom uru dhe rrugë të bare, gëzime sen, po nuk e kanë ditë vetë, kam qenë i hutum, se here e parë. Emocionet kanë bërë vetën, po. Edhe kër im këthy i mullë, e kom pyet Jakub Biçkën e si maj moqë, ka vënu si polistëm, Jakub, a shkretova në i sena, qka folë? Harova edhe vetë qka folë, here e parë. Tha, jo ke folë shumë mirë, tha shkurt, po edhe i ke pas të shumë qëllume, tha fjallë. E se këtu nuk muj me ba histori, se mu më nalën, unë isha pak i veshën kështu mirë, a i kështë e qenë gazetari serb, po më fletë frangjesht, edhe unë i thash veç gjermanesht di, a i zdashtë me folë, thash folë gjuhën tane, u skoq pak, se thash se unë e kuptoj edhe gjuhën tane, edhe aty folja nejse, i thash për çka po shkojme, se ne, kjo s'ka qaqë rëndësi, atje majke fjalim Kadrizeka, një fjalim thekt shumë, se Jusufi ende nuk kështë e fitue azil politik. Bardhi po, Bardhi me harmonikën e ti u këthym, në bani pak muzik, në bani muhabet sen, edhe une Jusufin e kisha pa, po se kom di që vllavi i Bardhit, as kush është Jusufi, as kisha lidhje, a i ka arë vitin 79, unë kom punu në fabrikë televizorve në Esslingen Cell, bile është thirë SEL, Standard Electric Lawrence, adin kështu me 3 germa. Memorien e kitë të fare, ta dish. Faleminderit. Me pike me presje. Po, absolutisht, po. Aty punon të edhe Hysén Gega, një burgosur politik i cili... Pra me fjalë të tjera, i nderuar Xhafer, dhe më thonë, ju erdhët deri tek viti 92, ku nise dhe historia e shoqatës Kadrizeka, me një bagazh, me një përvojë, me një veprimtari ndër vite. Dhe më thonë, për rreth, duke u përfshirë edhe me bashk patriot të asaj kohe. Tani do ndalemi te Kadrizeka. Si ishte impakti për ata bashkëdhetarë? Sa ishin të gatshëm që ata të kontribonin, që të antarësoheshin? Në radhë parë, unë në atë kohë kam qenë kryetari aktivit të LDK-s në Nürtingen. Në Kirchheintek në fakt, por në Nürtingen është themelu shoqata. Unë kam caktuar rënien e ditës me iniciativën time është themelu shoqata. Që të formohet shoqata. Që të formohet një shoqatë që të kenë mundësi të përfshihen të gjithë, sepse pavarësisht bindjeve tona, policia ka pas pak vepron të balli kombëtar, pak lëvizja popullore,
Po shoqata i përfshinte të gjithë këto grupe. Shoqata më mirë kënaqen të gjithë, se nashti ne tubimet e ledekes ka pas njerëz që nashti ka thënë se çka ka me lidh, se s'dua të më shkua, po shoqata, kjo ka qenë bindja ime që është mirë me bani shoqata dhe mendoj se nuk kam gabuar, po kjo ka treguar edhe sukseset e punës tonë, që kam pas të drejtë. Cilat janë ato suksese, për shembull, na i trego disa? Nëse flasim për aktivitete, ne kemi pas edhe grupe të ndryshme, kemi pas ekipin e shahut, ekipin e futbollit, ekipin e grumbullimeve të mjeteve materiale, kemi pas të gjitha dhe kemi pas deri në 180 antarë. Shumë po ra ngadalë ra poshtë, zgjedhjet u majtën jo me aklamacion kur, por me votat fshehta, me komisione verifikuese tjera, ishte çdo gjë në rregull. Propozime ka pas të ndryshme. Pra në kuadër të shoqatës kanë vepruar disa sektor të organizimit të jetës së bashkëdhetarëve. Pra qoftë në sport, në art, në kulturë, po në arsim? Ka patur atëherë këto iniciative? Absolutisht. Edhe në arsim, ne kemi grumbulluar edhe para me një rast 19.000 e diçka marka gjermane për arsimin në Kosovë, por edhe këtu. Në vitin 93, 94, ne kemi hap 3 shkolla me mësim plotësues në kuadër të shoqatës. Në Nürtingen, në Valheim edhe në Kirchheim Tek. Në Nürtingen dhe Valheim mjerisht vetëm 2 vite kanë vazhdu edhe kanë pushuar aktivitetin me fajin e prindve. Faj prindërve? Po njoni thot, rani ka me mësu edhe një gjuhë shqipën, tjetëri thot, shkon djali top me lujt, tjetëri thot, vajza, ajo mesa apo vajza shkon balet, apo i vjen fyllit a harmonikës dhe vani grupirë, kanë gjithë ndonjë arsye që nuk ka pas. Në Kirchheim Tek ka vazhdu 9 vjetë shkolla. Ne e keshëm vështirë atëre. Ne i patëm shkrua ambasadorit Shqipnisë Zoganjori, Gjezari Zoganjori. Dhe shumë që ai nuk mund të përfaqësoj Kosovën, se nuk për Gjermanët, Ministria e Arsimit dhe Kulturës kërkon një institucion të një veni cili na përfaqëson neve. Nësë mund vetë me thonë tash ap në ana një shkollë. Ku jemi tek institucionet gjermane, juve si shoqat, sa keni gjetur mbështetje, qoftë duke u dhënë në shërbim infrastrukturën institucioneve arsimore si shkollë apo në dhënien e sallave për organizimin qoftë të manifestimeve të ndryshme kulturore. Keni patur këto mbështetje? Kemi pas mbështetje absolute, por këtu dasha ta potencoj edhe një se neve në ndihmoj konzulja kroate, Zdenka Babić, edhe na përfaqësoj, edhe i hapën shkollat se nuk do mund të bënim ato. Se kërkoheshin, sepse edhe tash kur kemi hap shkolla Masanej, edhe rasti i fundit para 2 vjete që i regjistruam 41 në Zanës, edhe është arsimtarja nga Shqipnia, po profesoresh Fatbarda Rama, cila japë mësim, ne u dashtë t'i regjistrojmë herë krejt në Zanësit, unë edhe vajza ime Afrodita, që është shumë merak edhe ajo ka mësu në vitin 94 Shqip edhe fëmija saj tash. Se gjenerata e për cilë generatën. Natyrisht, është shumë e rëndësishme trashëgimi i vlerave. Dhe sidomos hapja e shkollave në gjuhën shqipe, domethënë mësimit plotësues në një farë mënyrë nuk është vetëm mision arsimor, por është edhe mision shumë adhetar, sepse i thuhet jo asimilimit, apo jo? Absolutisht është kjo. Dhe këtë besoj se duhet t'ua përcjellim prindërve sot, se gjëja më e shenjtë që ata duhet të kenë, tashmë është pikërisht forcimi i këtyre shkollave të mësimit plotësues në gjuhën shqipe dhe dërgimit, inkurajimit, motivimit të fëmijëve të tyre për të mësuar gjuhën shqipe. Absolutisht. Këtu në Vendringen, në vitin 2012, e kemi pas hap shkollën edhe emnua Art Maria. Në vitin 2018, mas 6 vite, me 6 nxënësa dhe arsimtarët u largun, sepse s'kishin atë llogari edhe pagesat s'keti me 6 nxënës, s'kesi e manë shkollën. Tani rihapëm tash. Nuk është letë se do të shumë punë, sepse kërkohet emni, mbi emni, prindit, adresa, data, krejt, i fëmijët,
Pra është reaktivizuar sërish. Po, është reaktivizuar. Si funksionon tani? Si janë shenjat? Fillimi ka qenë shumë i mirë, po nga dalë edhe këtu nuk është më. Nuk e di saksisht ashtu se s'kam biseduar me zonjën Rama, por gjymës në e tynë. Atëherë duke uruar që kjo gjendje të përmirësohet, të vetëdijsohet më tepër apo të ndërgjegjësohen prindërit për këtë gjë që ne sapo tham, ne do kalojmë në një hapësirë publicitare për t'i lënë pastaj bisedën e tretë me radhë me Xhafer Lecin. Ti ndjekim. Përjetoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo mërgjimtar kudo në përbot. Formati më i ri televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht fëmijëve të mërgjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizionit TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier Gjigan. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit e Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Dëshirë të ndaloj tek mirënjohja, që është një nga virtytet më të çmuara për çdo kënd, për çdo komb. Por sidomos mirënjohja ku marrim ne nga vendlindja, kur vendlindja na jep në mënyrë të institucionalizuar, siç u ka dhënë juve një çmim që është më i larti për komunën e Gjilanit, më i vlefshëm do të thoja, është çmimi Triseferi. Si ishte ky moment, sa ishte emocionues, çfarë domethënie ka për juve? Unë jam nderuar me mbi 20 mirënjohje kam këtu në Mërgat prej klubeve, shoqatave, shoqërive dhe shkollave me mësim plotësues në gjuhën shqipe për aktivitetet që i kanë zhvilluar. Po jam të gjithë shumë mirënjohës, por kjo e komunës së Gjilanit ishte pak kulminante. Sepse në një farë forme ja si unë bërë asë gjotë të jashtëzakonshme krejt, normal, ja si unë ka shumë veprimtarët e tjerë, por
janë tregue ferm ndaj meje, sepse unë edhe ju kom prish shumë aktiviteteve në këto rrethina, kështu që nuk është bash lehtë, sepse kur të punosh... Të merret ai vendim për të një meritat. Natyrisht, po, si e keni merituar. Shumë aktivitete, kemi ndihmu me veshmathje, luftën me shumë çka, edhe me mjete materiale, 3% që ka qenë diçka që e ka majtë 8 vjetë gjallë popullin shqiptar, se mbi 200.000 punëtorë shqiptarë janë larguar në vitet e 90-ta dhe shtëpit janë bërë shkolla, supranue programi i Serbisë apo Serboslavisë, po thëmë. Por kemi mësu për programin tonë si një shtet tjetër paralel, edhe pse ata e kishin pushtetin ekzekutiv, po me gjitha të ne jemi dorëzuar. Tash jemi në rrethana të tjera, Kosova shtet, dhe natyrisht ju me ideale që thatë nuk do të ishte një kurrë dorë. Ideale të bashkimit kombëtar, apo jo, ku një pjesë të madhe të jetës dhe veprimtarisë tuaj ja keni vënë këtu me aktivitete. Cili qytet shqiptar do të ishte idenë për të qenë kryeqytet i shqiptarëve, administrativisht të shqiptarëve bashk? Kjo është një diçka që është zotë të bëhet, por dëshira është krejt tjetër. Shkupi meriton. Nuk është edhe aqëzor i nderuar Lezi, kur bën bashkë hungarezët e gjermanët e francezët e gjermanët, pse mos bëhemi ne apo jo? Sepse Shkupi është kryeqendra Dardane, 6.000 vjet i vjetër, qyteti më i vjetër në Ballkan. Më i vjetër se Roma, më i vjetër se Athina e krejt e tjerat, por nëse kjo nuk bëhet, dorëzo t'i bëhet Prizreni. Në Prizren më të bukur në ne vizitoni shpesh Prizren apo jo? Për çdo vjet. Dhe jo vetëm se është qytet i bukur edhe historik, po edhe me tërheqjen ato, natyrisht edhe ato janë arsyet që kam qef me vizitu Prizrenin. Përveç Prizrenit, cili është qyteti tjetër që është magnet për ty, që sa herë që shkon në pushime dëshiron ta vizitosh? Lezhë, Shkodra, ka qytetet bukura, ka shumë kala, ka gjithçka. Shqipëria është absolutisht krejt, është çdo vend ku të shkojsh është historik. Kur e ke vizituar për herë të parë Shqipërinë? Vitin 92, me familjen time, 5 antarëshe, vajza madhe Aida ka qenë 8 vjeç, Afrodita 6 edhe Liridoni 4 vjeç. Në dorë s'kam bë pushim. Sa u shkarkuat përmallshëm me Shqipërinë, u takuat për herë të parë me nënën Shqipëri, vitin 92, por në rrethana me të vërtetë të mjerueshme. Sinqerisht, unë e kom dashur me shpirt edhe e du me shpirt edhe për mua ka qenë gjithçka në kur e do një vend ti nuk e këshyr varfrin edhe ato, por i tham, të drejtën neve nga qendra, u kom banu të profesor Gani Krasniqi, ai me prej ardhen nga Kosova, ka shku në Turqie, në këthyë, në Shqipëni, historie gjasë, nese, edhe ne u thonim të plepat poshtë, atash është krejt qytet atje Durrësi, por nuk ka pas gjë vetëm një gazerme. Njerëzit që i kanë qenë të izolum, të bunkerizum. Ata me zi që kanë prit, kanë mendu se tash liria është edhe në sinjal apo semafor të kuq, s'ki nevoj muno, liri është edhe... Dhe nga viti ku ju e keni vizituar për herë të parë në 92 me këtë krisje shpirtërore, me këtë përjetim që edhe po fshani në këto momente, deri tek viti 2025, 2026, ku ju dëgjoni nga këshia jot këtu në Gjermani Hansi, se sa bukur ka kaluar në Shqipërinë turistike, që i ka pëlqyer Shqipëria, rendi, ushqimi. Keni menduar në atë kohë në vitin 92 se do të vije kjo ditë? Unë atëherë kom bani shkrim cilin e kom titullu askun nuk ngroh dili ma bukur se në Shqipëri. Sa bukur. Në rilindje. Edhe atë shkrim unë e ruj edhe sot. Edhe pse unë s'kisha kalu aq bukur, por edhe kam thënë se shqiptarët duhet të bashkohen dhe të ndihmojnë njëri tjetrin. Shqipëria ndihmohet me turizmin, momentalisht. Edhe shqiptarët nuk kanë nevoj me shku në Turqie, në Spanje, ku di unë me lonë para, kur e kanë shtetin e vetë, edhe detin maj bukur që ekziston në ashtë edhe në Evropë. Bravo. është një mesazh shumë i sinqert. Edhe këte e kam thonë, po, sepse ne vetëm të bashku mund të ecim përpara. Edhe ne duhet ta zhvillojmë vendin tonë dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin. Edhe
Edhe të ushtria të armatosja Senis, du të presim gjithmonë i hujme në mbrojtje, du të përgatitemi vetë me ato forcat tona që kemi. Për në fund një mesazh drejtuar gjeneratave të reja këtu në Mërgat, sidomos të atyre të cilët kanë lindur këtu dhe që Kosova apo Shqipërinë e kanë vendin e të parëve dhe vendlindjen e tyre e kanë Gjermaninë. Çfarë mesazhi ke? Unë besoj se shumica e tyne kanë ble këtu shtëpi, apo kanë ndërtu shtëpi, kanë ndërtu edhe banesa, por kanë ndërtu edhe në Kosovë, kështu që kanë një pikë takimi dikun. Po, nuk shkëputen. Nuk shkëputen. Edhe pse s'është nona e baba që të vetmit që i hapin durët edhe të përqafojnë, Po. është vetëm shtëpia. Të gjithë me vdek, shtëpia prapë të tërheq me shku me pa nipje e mesa, ja këtu gjyshi ma ka ba, apo baba ma ka ba, edhe kjo është një lidhje që do të trashëgohet. Por shkolla shqipe me mësim plotësues duhet t'i çojnë fëmijën në shkollë se asimilimi është i gatshëm. Zoti Xhafer Leci, faleminderit shumë që gjetët kohë që t'ju kishim në këtë edicion, që memorizoni një farë mënyre dhe prezanton etapa të ndryshme të një gjenerate të hershme të mërgjimtarëve tanë, ku ju bëni pjesë dhe spikasni me kontributin tuaj. Atëherë uroj që ne të takohemi edhe në rrethana të tjera, në aktivitetet të tjera së bashku dhe të flasim sërish për shumë ndoshta histori që i ndajmë së bashku edhe me shikuesit. Faleminderit. Mendeqoshi, faleminderit edhe juve, edhe gëzohen më vjen mirë për gjithë këtë që shoh që i keni rregullu këtë studio, më qënë mallin sikur me qenë në Shqipëri apo në Kosovë dikun. Faleminderit. Suksese e shëndet. Faleminderit. Të dashur teleshikues, këtu e përfundojmë këtë edicion deri në takimin e ardhshëm. Mirupafshim.